Pe kom një munges tash të talentit me rrjetet sociale, komunikimit me rrjetet sociale që shpekan gjeneratat e kena bu do vjetë. Energjin, po pak do vjetë. Tash për shembull në fillimet e mia unë e mbajnë mend, ndoshta kom qenë prej parëve, atëherë sa pa dal Facebooku, do më të po flasim për kohën e Facebookut. Ka qenë një farë high five dikur më do këtë diçka po high five, po nëse kom Facebooku kohën e para që mu ishe me postu edhe një reklam. Edhe kur nisa unë që atërën fillimet e mija më kujtojt, i bëjsha posterat, i dizajnojsha dhe që në Facebook, atërë u konë interesant, kërkush të postoj ke poster në Facebook. Posterat atërë jënë gjitë kur ka pas në për rrugë. Në për mure, në për sene. Edhe unë fillova mi qitë në për Facebooka, edhe isha i ri. Kisha një farë energji dhe një farë vizioni. Mirë po tash për e shumë mungon shumë aj vizion i dikurshëm, që po i shumë TikToku është ekstrem, unë e TikTokun e kom një TikTok aty që s'dija së që kom qenë, në të vesh na i herë, pa irë njerë njava, njerë muj, hyja aty vesh me këqyrë, shka po ndodhë dhe kur është e mbylli, thomë, kata se... Mu bo kry TikTok. Halos po muj me kap atë energjin.